kam nisur në 2020 me Forumin Rinor dhe po ashtu me Degën. Kam qenë në linjë me Degën. Angazhimi im kryesor ka qenë në Korçë, qytetin e Korçës. Unë mendoj se si fillim që një parti të quhet demokratike, duhet të ketë reflektim personal, duhet të ketë reflektim brenda vetes së saj. Pra, sigurisht që pas një seri humbjesh, kryetari dhe sigurisht kryesia e Partisë Demokratike duhet të mbajë përgjegjësinë e vet. Pra, unë kam qenë ndër të parët që kam mbështetur lëvizjen e Dr. Berishës pas zgjedhjeve të 2021-shit, jo sepse aderoj figurën e tij politike, por sigurisht sepse gjetëm një emërues të përbashkët, që ishte hapja e Partisë Demokratike. Dhe në kuvendin që unë mbajt në dhjetor, sigurisht u morën disa vendime, u vendos që të hapej Partia Demokratike, u vendos që të përfshishin më shumë të rinjt. Por me çfarë po shoh sot, jo të gjitha po përmbahen. Kështu që prandaj unë jam pozicionuar, le të themi, më shumë te lëvizja Ervin Saliani. Në momentin që ne qëndrojmë në vend numero, nuk besoj se kjo është zgjidhja e duhur për një parti. Pra unë do të mbështesja këdo, jo vetëm Dr. Berishën në këtë rast. Pra kushdo të vinte si figurë që do të premtonte hapjen e Partisë Demokratike, unë do ta kisha mbështetur. Pra unë kam qenë edhe krah Agron Shehajit kur ai kandidoi në Partinë Demokratike si kryetar, kam qenë edhe krah Dr. Berishës kur ai premtoi që do bënte hapjen e partisë. Me thënë të drejtën, unë mendoj se nuk është problemi te individi. Problemi në Partinë Demokratike është më i gjerë se sa kaq. Unë mendoj që problemi jonë qëndron që në ideologji. Pra, ne duhet të shkëputemi nga kulti i individit, që për mendimin tim nuk është vetëm një mentalitet komunist, por është bolshevik do ta quajë. Prandaj ne sot duhet të përpiqemi që të shtym më shumë të rinj, pra kur them të rinj nuk e kam fjalën për moshë politike, flas për ide të reja politike. Duhet të shtym që të angazhohen sa më shumë të rinj në Partinë Demokratike, figura intelektuale nga fusha të ndryshme, sepse në fundit partia është një grupim individësh që synon ardhjen në pushtet. Pushteti është qeveria dhe qeveria po ashtu ka disiplina të ndryshme të saj. Pra ka sportin, ka artin, ka infrastrukturën e tjera me radhë. Do me thënë, duhet të kemi patjetër figura të reja në parti. Nuk mund të themi që i ka organizuar krimi apo Partia Socialiste, është ofendim për demokratë. Po këto janë deklarata që unë mendoj se nuk qëndrojnë. Pra ne të gjithë që kemi qenë pjesë atij, jemi demokratë që kemi sakrifikuar për Partinë Demokratike, qoftë nga jeta jonë personale, qoftë dhe nga koha, sigurisht, sepse koha është ajo që vlen. Patjetër që nuk mendoj se qëndrojnë qëndrimet që po mban Partia Demokratike zyrtare. Nuk mendoj se duhet t'i përbuzim në këtë lloj forme demokratët që bëhen pjesë e një foltore, cila do qoftë ajo. Por duhet të emancipohemi në kuptimin që duhet të pranojmë edhe mendime ndryshe brenda në parti. Korça është dhe pak fenomen ndryshe, me thënë të drejtën, sepse është zona elektorale e Ervin Salianit dhe janë njerëz të cilët kanë punuar me Ervin Salianin dhe padyshim që ja dinë meritat. Nuk mund t'ja mohojmë. 2021 kemi arritur një rezultat fantastik në Korçë, që ishte pothuajse barazim, me një diferencë shumë të vogël votash, ndërkohë që këtë radhë, domethënë në këtë zgjedhje kemi dalë 24.000 vota mbrapa. Është diferencë shumë e madhe. Me thënë të drejtën, të rinjtë që mbajnë këtë qëndrim me sa kam vënë re unë janë shumë të pak. Domethënë flas rinia gjithmonë jo në aspektin e moshës, por në aspektin e ideologjisë së linjës së partisë. Sigurisht që shumica e të rinjve janë pozicionuar me një lëvizje të re, sepse ne kërkojmë ndryshim në Partinë Demokratike, jo te individi direkt, por patjetër që duhet të reflektojmë që në bazë. Pra në bazë nis gjithçka. Demokratizimi i Partisë Demokratike, sepse kështu e kemi dhe emrin, vjen vetëm nga guximi për të folur hapur. Pra ne nuk duhet të qëndrojmë në vend dhe të bijem dakord me gjithçka që thot leadershipi i Partisë Demokratike. Pra duhet të emancipohemi në atë që ne mendojmë dhe sigurisht të shfaqim ide të reja, të krijojmë një mjedis përfaqësues dhe një mjedis të ngrohtë që të afrojmë njerëz të rinj në Partinë Demokratike. Duhet
duhet me patjetër që të krijojmë një mjedis përfaqësues për të gjitha grup moshat. Pra të mos i shohim të rinjt si kërcënim, të mos i shohim ata si armiq që ndoshta mund të na marrin karrigen, por patjetër të shohim si bashkëpunëtor, sepse në politik nuk ekziston termi i vjetër dhe i ri, ka politik të mirë dhe ka politik të keqe. Dhe sigurisht, një parti e shëndetshme krijohet vetëm nga bashkëpunimi. Të rinjt e Partisë Demokratike, domethënë të rinjt në çdo parti, sigurisht janë më impulsiv, janë më emocional në mendim, por kanë guximin për të folur hapur. Ndërsa të vjetrit, sigurisht karakterizohen nga një mendim më racional, do të thoja, dhe sigurisht kombinimi këtyre të dyjave i ndërton një parti të shëndetshme. Unë i ftoj demokratët, sidomos, të na testojnë. Pra ti testojnë idetë e reja që ne po shfaqim. Nuk duhet të na besojnë verbërisht patjetër, por duhet të kemi një diskutim mes njëri tjetrit. Duhet të shfaqim një emancipim në mendim politik, që ne patjetër të krijojmë një model përfaqësues nesër për çdo shtresë të shoqërisë, që dhe të përkthehet në votë.